Taulan Seferi vazhdon të lërë shenjën e tij në kategorinë e 2 turke me fanellën e Bodrumsporit, ku është kthyer në golçënuesin kryesor të ekipit që lufton për ngjitje në Super League. Në ndeshjen e sotme ndaj Igdir në transfert, Seferi la përsëri gjurmën e tij duke tundur rrjetën që në minutat e para. Ai transformoi me qetësi një penallti duke i dhënë avantazhin e përkohshëm 1-0 ekipit të tij. Ky është goli 15 i këtij kampionati për Seferin, i cili është në pritje të ftesës për të bërë përsëri pjesë e kombëtares shqiptare, pasi ishte lënë paksa në harres nga Silvinjo gjatë kualifikueseve të botrorit. Ndërkaq në këtë ndeshje për Bodrumsporin shëroi dhe ish mesfushori i shpresave Omar Imeri, i cili në pjesën e dytë mori topin në gjysmëfushën e vet dhe arriti deri në zonën kundërshtare për të realizuar një gol spektakolar pas një sprinti të gjatë. Shqipëria do të luajë në mars një nga ndeshjet më të rëndësishme në histori, duke qenë se përballë do të ketë Poloni në kuadër të play-offit të Kupës së Botës. Polonia është një kundërshtar të cilin Shqipëria njeh mirë, duke qenë se ka luajtur në kualifikueset e Europianit të shkuar, duke u mundur fillimisht në Varshavë e më pas ka fituar në Tiranë duke bindur për të vullosur kualifikimin. Dy ndeshjet ndaj Polonisë kishin dy rezultate krejtësisht të ndryshme dhe mbi të gjitha dy qasje taktike dhe formacione që prodhuan histori të kundërta. Shqipëria u paraqit fillimisht me skemën 4-1-4-1, teksa ishte dhe debutimi Silvinjos dhe njëkohësisht ishte një nga ndeshjet që dha sinjalin se Shqipëria po krijonte një skuadër pretendente pavarësisht të rezultatit. Ndeshja e parë. Në ndeshjen e humbur, Shqipëria u rreshtua me Strakoshën në port, në mbrojtje Hysaj, Kumbulla, Mihaj dhe Balliu, përpara tyre Ramadani si mesfushor i vetëm shkatrues, katërshja Uzuni, Aslani, Gjasula dhe Asani pas sulmuesit të vetëm Cikaleshi. Shqipëria tentoi të luante, tentoi të befasonte, por nuk arriti të gjente golin e barazimit apo edhe të avantazhit kur rezultati ishte 0-0, duke nisur edicionin kualifikues me një humbje, por me shumë shpresa. Pak muaj më vonë kuqezinjt u përballën sërish me skuadrën polake duke marrë një fitore historike. Ndeshja e dytë. Në ndeshjen e fituar Shqipëria ndryshoi fytyrë, Strakosha mbeti në port, por para tij u vendos një katërshe re mbrojtëse me Mitajn, Gjimshitin, Ismailin dhe Hysajin. Në mesfushë formua një dyshe solide me Ramadanin dhe Aslanin, ndërsa përpara tyre vepronte Bajrami si organizator, i mbështetur nga Uzuni dhe Asani në krah, me Cikaleshin në qendër të sulmit. Kalimi në 4-2-3-1 solli menjëherë më shumë siguri. Dy mesfushorë para mbrojtjes do të thoshte më pak hapësira për kundërshtarin dhe më shumë kontroll të zonës para portës. Ramadani nuk ishte më i vetëm në betejë, me Aslanin që ndihmonte si në fazën mbrojtëse, ashtu edhe në ndërtimin e lojës. Prania Bajramit si dhjetësh klasik ndryshoi dinamikën e sulmit. Shqipëria kishte një pikë referimi kreative mes linjave, një lojtar që merrte topin dhe kërkonte pasimin vertikal. Cikaleshi nuk ishte më i izoluar, ndërsa Uzuni dhe Asani përfitonin nga lëvizjet diagonale dhe hapësirat e krijuara, edhe mbrojtja dukej më e qetë. Dyshe qendrore i Gjimshiti Ismaili ofroi siguri. 7 futbollistë ishin titullar në të dy përballjet: Strakosha, Hysaj, Ramadani, Aslani, Uzuni, Asani dhe Cikaleshi. Ata përbënin skeletin e skuadrës. Performanca e tyre u ndikua ndjeshëm nga sistemi përreth. Në ndeshjen e humbur luajtën Kumbulla, Mihaj, Balliu dhe Gjasula, ndërsa në fitore titullar ishin Mitaj, Gjimshiti, Ismaili dhe Bajrami. Ndryshimi i dyshes qendrore në mbrojtje solli më shumë qëndrueshmëri. Mitaj në krahun e majt ofroi energji dhe balans mes mbrojtjes dhe daljes përpara. Dy ndeshje ndaj të njëjtit kundërshtar treguan qartë se struktura taktike mund të ndryshojë ndeshjen. Play-offi. Shqipëria do të luajë ndeshjen e tretë me polakët dhe ndoshta kjo është më e rëndësishmja në periudhën që Silvinjo ka drejtuar kuqezinjt. Kjo ndaj Polonisë është ndeshje teke dhe asnjë gabim nuk mund të korrigjohet, pasi çdo gabim mund të përkthehet në eliminim nga mundësia për të kaluar në botror. Silvinjo ka ndryshuar shpeshherë skemat e Shqipërisë dhe këtë radhë ndryshimi duhet të vendosë historinë. Që nga ndeshja fundit ndaj Polonisë, Shqipëria ka ndryshuar shumë lojtarë të cilët do të synojnë të hyjnë në histori. Natyrisht ndeshja marsit pritet të jetë shumë më e vështirë se kualifikueset edhe për vetë faktin se kuqezinjt nuk kanë eksperiencë në një gjysmëfinale të tillë, si edhe fakti që do të luajnë përballë mira ultrasve polak.
mund ta bëjë më të vështirë. Nga ana tjetër, presioni do të jetë mbi polakët pasi ata janë para tifozëve të tyre dhe vinë si favorit në këtë sfidë, prandaj Shqipëria mund ta përdorë këtë presion në të mirën e vet.